Në këtë qese kam mbledhur në verë, pra në muajin korrik, 3 bimë dhe i kam vënë qëllimisht këtu, pasi këto bimë janë një kurë që e bëjnë dimër. Dhe kjo kurë përbëhet nga 3 bimë. Ja, po tregojmë bimën e parë, këtu, që është ngjyrë jeshile. Është në anglisht horsetail, në shqip bishti i kalit. Pra, kjo bimë, bishti i kalit, që janë këto jeshilet, kanë 2 veti kryesore. Vetia e parë, njihet këto 2 veti dhe janë studiuar me shekuj, nuk është se është vetëm tani. Vetia e parë është që rigjeneron frakturat rigjeneron frakturat e kockave. Pra, për femrat në perimenopauzë, kjo bimë ndihmon në një kurë, dhe do ta themi pse është 21 ditë që e bëj unë tani në dimër, ndihmon, ja për shembull çdo ditë, sot është dita e parë, zi pra bishtin e kalit, këtë bimën këtu jeshile, sepse ka 2 veti. Vetia e parë pra rigjeneron kockat dhe vetia e dytë gërryen veshkat. Gërryen veshkat, nuk po themi, ka një solucion kjo bimë që shkrin gurët e veshkave. Pra, nuk ke nevojë për operacion, por i pastron veshkat dhe kemi thënë që veshka është një organ që pra lubrifikon, pastron gjakun, dhe aty njerëzit që kanë për shembull lloj pisliqesh, si më thënë rër ose kështu mbeturina, çllin aty edhe i bllokon veshkat, jo jep dhimbje. Kurse kjo bimë ka këtë veti që i gërryen. Prandaj s'mund ta përdori më shumë se 21 ditë. Pra, 21 ditë i bi 3 javë. Nuk mund ta përdori më shumë, se s'mund t'i gërrym veshkat, i shkatrojnë. Pra, ka një kufi. Pra, 2 vetit e bimës parë, jeshile, pra rigjeneron frakturat, për femrat perimenopauzë është shumë e mirë se i ndërton kockën, e rregullon flokun, thonjt për shembull i bën më të gjata, domethënë i forcon thonjt, forcon flokun, rigjeneron kockat, frakturat. Por bima e dytë dhe vetia e dytë domethënë ishte që gërryen ose pastron veshkën. Kalojmë te bima e dytë, që është kjo si e kuqe. Këtë bima lopa, quhet red clover ose në shqip tërfili i kuq. Lopa që bën qumë është e këtë se kjo bimë jep, pra është planifikuar nga natyra t'japi estrogjen. Dhe ne e dimë që femrat në perimenopauzë kanë mungesë, kështu që pse mos ta pijmë tërfilin e kuq, pra në formë çaji. Kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë. Pra, kemi bimën e parë, këtë jeshilen, bishti i kalit, bima e dytë, red clover, dhe në këtë kurë qëllimisht kam edhe një bimë tjetër, ose e njihni këtë bimë? E kam tharë, këtu është trëndafili. Pra, petalet e trëndafilit kanë dhe këto një sekret në këtë kurë. Ja. Këtu e kam mbledh qëllimisht në verë për një kurë 21 ditore. Dhe kjo është, se më thënë, shishja e parë që do përfitoj nga pia. Dhe këto do ta zier pra do t'i jap një val shpejt e shpejt, do t'i ve kapak, dhe këtu kam përfituar një shishe nga kjo, si më thënë, mix i këtyre bimëve që i kam mbledh në verë. Dhe nga kjo mix përfitoj një shishe që e pi për 2 ditë. Pra, ditën e parë e pi të ngrohtë, ditën e dytë restin, atë që tepron e pi nesër.
Pra, kjo kur është për femrat në perimenopause që ka këtë qëllim, rigjenerimin e kockave, rejuvenation, pra të skeletit kockor. E dyta është pastrimi i këtyre veshkave, që veshkat ta pastrojnë gjakun, dhe e treta është një fluks, pra me që e kemi me pikatore, një fluks të estrogenit, pra që tritet estrogeni dhe femrat mos ketë hot flashes, mos ketë këto, deficiency. Okay?